Për vetëm 28 ditë, sektori i punëve të brendshme të Tetovës ka shqiptuar 602 gjoba për parkim të gabuar. Makinat e parkuara kudo ndikojnë në bllokimin e komunikacionit, por edhe hyrje-daljet në ndërtesat e banimit. Nga sektori i punëve të brendshme i Tetovës apelojnë për kujdes, sidomos para shkollave dhe institucioneve. Pjesëtar të policisë nga sektori për punë të brendshme të Tetovë, gjithsesi pjesëtar të policisë nga stacioni policor për sigurinë e komunikacionit rrugor, vetëm gjatë këtij muaji, pra prej datës 1 prill deri ditën e djeshme, kanë shqiptuar gjithsej rreth 602 masa sa i përket keq parkimit apo parkimet në vende të gabuara apo e kështu me radhë, kurse nga ana e mjetit special të Merimangës janë ngritur diku rreth 300 automjete, të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë kanë penguar qarkullimin e lirshëm në komunikacion. Drejtori i parkingjeve të qytetit për Alsat thotë se ka parkingje në Tetovë, madje shpesh janë të zbrasta, ndërsa vozitësit e pandërgjegjshëm makinat e tyre i parkojnë nëpër rrugë. Ashtu siç thot, halli më i madh në Tetovë është me parkingjet. Jo që nuk ka parkingje në qytet, e që janë vetëm 100 deri në 200 metra larg qendrës, ku ka shumë vende të zbrasta, por është vetije të tovarëve, ku ka nevojë mundësisht me makinë të futen edhe brenda madje në dyqane. Pikërisht për këtë kaos që krijohet nëpër rrugët e Tetovës, në komunë brenda javës pritet të mbahet edhe debat për studimin e kryer me qëllim mos bllokimin e rrugëve. Javën e ardhshme ne si komunë së bashku me Institutin për Planifikim do të organizojmë një debat publik për studimin e mobilitetit. Në këtë debat, do prezantohen analizat e para të cilat janë bërë, problematikat e rrugëve, si dhe rikategorizimi i rrugëve. Në këtë rast, transporti publik, udhkryqjet, parkingjet, komunikacioni publik, shtytjet e biçikletave dhe gjithçka tjetër rreth problemeve të komunikacionit. INSI është një institut nga Kosova, po ashtu INSI e bën edhe planin gjeneral urbanistik të qytetit. Rezultate nuk ka dhënë siç pritej as edhe aksioni që u ndërmor në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me çraste nëpër rrugët e Tetovës janë nxjerrë 10 policë për të mbajtur rendin në trafik.